Përshëndetje, mi se vini flasim hapur në Durrës Lajm, vazhdojmë me maratonin e prezantimit të kandidatëve për zgjedhjen 11 maj 2025. Sot kemi ftuar avokatën Zart Kthupi, një dursak i mirë, një mik i mirë dhe një kandidat për deputet për qarkun e Durrësit. Shpresoj mi mirë dhe si kandidat. Ashtu. Po, koalicioni Djathtas për zhvillim përmban partinë Djathtas 1912 dhe cila parti tjetër është Lëvizja për zhvillim kombëtar. Po, me Dashamir Shenj, Kryetar të partisë, dhe njëkohësisht dhe drejtues të koalicionit. Po, Djathtas 1912, më duket është kryesi kolegjiale, nuk ka drejtim kolegjial. Bëm një risi në politikën shqiptare. Vendosëm që mos shkojmë me zgjedhjen një individit vetëm si drejtues partisë, paktën për fazën fillestare, po zgjedhim të çështën e drejtimit kolegjial. Po shqiptarët njohin më shumë e lidhin Djathtas 1912 me zotin Alibej. Që është mëse normale, për aq kohë zoti Alibej ka qenë ndoshta figura politike më e suksesshme nga ky grupimi. Po, dhe që bën edhe për PR, patjetër që duhet një figurë pak me përvojë më shumë. Përgjithsisht është më shumë produkt mediatik, do në është për komoditet media se të konsiderohet si duhet një individ që drejton partinë, sesa për çështje të brendshme të vetë grupimit. Si po e zëm fushatën? Mirë. Interesante. Është interesante. Interesante. Çfarë mendime kemi për këtë zgjedhje? Këtë për mua janë unike, është çudi e madhe. Është ndoshta fushata më e veçantë që mund të kam parë në 25 vjet që kam bërë fushatë. Tre elementë që bëjmë ka i veçantë. Kam përshtypjen që ka një problem me votën politike. Në Shqipëri ka pas gjithmonë votë politike, vota PS, vota PD. Kjo ajo që ishte konsideroj vota politike. Do thotë, unë jam i majt apo i djathtë dhe votoj PS apo PD-n. Është krijuar një grupim i tretë i cili ka dalë jashtë votës politike. Do të PS-ja gjykoi që do të ruajë në masë votën e saj politike, mendoj që nga krahu tjetër është shkërmoqur disi vota politike. Do të është shpërbër nocioni i votës politike dhe kjo mendoj vjen për dy faktorë. Me para punës duhet të kthehemi një sekond mbrapa në kohë, në 2022-2023, kur Sali Berisha u kërkoi demokratëve që të mos votonin më logon e Partisë Demokratike, po të votonin vlerat. Kjo kërkesa e Sali Berishës prish atë që ishte shenjtëria e votës për Partinë Demokratike. Do thotë i thamë mos votoni më PD-n, por votoni vlerat, do të votoni individi, Sali Berisha në atë kohë. Pra, nga diçka konkrete në diçka abstrakte. Absolutisht, dhe këtë pikë në 2025-ën, kush janë më vlerat? Se kjo është pikë pyetje që ngrihet. Për dikë vlera është bëhet i pasur, për dikë tjetër është shërbej në varfëri, për dikë është kjo, për dikë tjetër është ajo, që mbetet abstrakte. Që do të thotë, në këtë fushat kemi rishpërndarjen e votave në raport me atë që çdo individ do të konsiderojë vlerën e tij. Një pjesë do ta mbajë Partinë Demokratike, një pjesë do shkojë tek shumë parti tjera që kanë hyrë në garë. Pra nuk ka një udhëzues orientim politik për drejtimin e votës, është diçka. Kjo është njëra nga anë. Po ti marrin të dy grupimet e mëdha, do të thonë PS-n dhe PD. Po. Që janë të mëdha, është tradicionale, është mund të qëndrojmë kësaj për gjitha efektet që se biseda. Që të dyja do të kenë rënje, njëra për shkak konsumit 12 vjeçar dhe pak kënaqësisë që krijon në popull. Konsumi, sepse kjo pjesa që PS-ja nuk do të ketë bjerrje që do të ketë njëjtin numër votash është një gjë që është në gjykimin tim pak abstrakte, sepse ne jetojmë që të gjithë me qytetarët dhe e dimë se kush është opinioni i qytetarëve. Se çfarë do të prodhoj vota mbrapa do të vërtetoj nëse ne kemi kuptuar drejt qytetarët apo kemi kuptuar gabim. Mund të jemi edhe në kushtet kur ti kuptojmë gabim. Mund të jetë për llogaritje e mazhorancës, pikërisht për këtë lloj perceptimi popullor. Mund të jetë dhe kjo. Dhe i kanë paraprirë kësaj gjëje dhe funksionojnë me mekanizma të tjerë. Nuk përjashtohet as kjo. Dhe kjo ishte një nga arsyet ndoshta pse dështuan bënim një pol tret. Poli tret ekziston, po ekziston i shpërndarë. Nuk është pol, është një grupim partisë cilat konkurrojnë secila më vete. Është poli tret potencialisht. Por nuk u ndërtua si pol në kuptimin elektoral. Ndërkohë që duhet ishte ndërtuar. Djathtas për zhvillim. 2-3 gjëra, çfarë ofroni konkretisht? Ne nuk kemi, më thënë, sigurisht se gjitha partitë e tjera dhe ne kemi marrë këtë mundimin për të bërë një program elektoral të mirë, por në të vërtetë jemi fokusuar në 3 pika që janë, mendojmë që janë 3 pika kyçe. Me para punës ne kemi nevojë për një reformë shtetërformuese, për të për nevojë për reformë shtetërformuese do të thotë ne duhet të rishikojmë mënyrën se si funksionojnë institucionet tona qendrore, shpërndarjen e pushteteve
dhe balancën e tyre. Riformatim total i shtetëformimit? Po. Ne mendojmë që Shqipëria nuk mund të funksionojë me një parlament të këtij lloji. Propozoni 2 dhoma? Me 2 dhoma. Ju Parlamenti. e propozoni 2 dhoma? Ne kemi pjesë programit. Po, për një pra parlament. me senat dhe me dhomë profesionale. Duke ndarë kompetencat ligjbërëse ndërmjet parlamentit dhe dhomës parë, shkallës parë parlamentit, dhe pastaj kompetencat veçanërisht ato që kanë lidhje me institucionet kushtetuese, t'ia kalohet dhomës dytë. Tek çështja 2 dhomave për kuvendin, jam kurioztar. Ke përgatitur edhe numrin e dhomës parë dhe dhomës dytë? Ne kemi bërë një përllogëritje për afërt, por nuk kemi hyrë në detaje. Një ndarje e saktë ndërmjet duke ruajtur pak a shumë dhe nocionin që ka sot parlamenti, do të ishte që parlamenti i parë të bëjë nga 100 deputet një dhomë dhe dhoma e dytë përbëj nga 40 deputet që do të ishin senatorë. Të dytë zgjedhur me sistem. Është edhe më e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Për tu Po, që të mos bëjmë pastaj dhe këto, po mos kalojnë në numra të tjerë. Të qëndrojmë në këtë që qytetarët njohin, që është edhe më e thjeshtë për të përllogëritur. Thjesht të transformojmë dhe të fillojë kjo që do të ishte realisht funksioni i parlamentit, por ne kemi sot një parlament jo funksional, që të jemi korrekt. Dhe nëse kemi probleme shtetëformuese në Shqipëri, vim për shkak se parlamenti e ka humbur prej kohësh funksionin e tij. Parlamenti sot që flasim është shtojcë e qeverisë. Do thotë çdo lloj gjëje që çon qeveria miratohet. Po, maggioranza, majority rules, 70+. Po nuk është çështja majority rules. Se do të marr një shembull, se ka një duhet të flas me shembull praktik. Po. Ligji për investime strategjike. Po. U zgjat me një afat 2 vjeçar? Po. Është zgjat me një kërkesë deputetës pranverë Resuli. Nuk mund zgjatet një ligj i cili tjetërson pronësinë mbi tokën, i cili presupozohet të jetë një nga kolonat zhvilluese të shtetit shqiptar me kërkesën specifike një deputetit hartuar në 2 faqe formata 4. Çfarë bëri opozita? Nuk për cilën opozit, se këtu pastaj do hyjmë në një debat në një temë tjetër dhe nuk na del koha, nuk na del koha e emisionit. Jeni për republikë presidenciale? Mendojmë që duhet një republikë gjysmë presidenciale. Gjysmë presidenciale. Ne duhet një republikë në cilën pushteti i presidentit të jetë i tillë që të kufizojë pushtetin e qeverisë. Nëse duam që qeveria të mos ketë këtë absolutizmin që ka sot. Sot kemi qeveri që është absolute. Kryeministri i Shqipërisë sot që flasim nuk është vetëm kryeministri dhe drejtuesi i Këshillit të Ministrave, është drejtues dhe 27 institucioneve të tjera që nuk janë Këshilli i Ministrave, por që drejtohen drejt për drejt nga kryeministri. Pa llogaritur sa drejtues institucionesh tjera emëron. Po këto janë institucione që drejton vetë kryeministri në vetë parë. Reformatim të shtetëformimit, dakord. Por panohet që ku Durrësit ka nevoja më të prekshme se sa kaq. Është vërtet. Ju çfarë ofroni? Po nevojat më të prekshme, që do të ishte infrastruktura, transporti, shëndetësia, arsimi, që të gjitha këto janë të prekshme. Asnjë nga këto gjëra nuk mund të rregullohet me shkop magjik. Që do të thotë, për të rregulluar infrastrukturën, për të rregulluar arsimin, për të rregulluar shëndetësinë, ty duhet të kesh një ekonomi prodhuese, që do të thotë duhet të ketë një shtet që zhvillohet, që prodhon të ardhurat, të cilat më pas shpenzohen. Duhet të kesh institucione që nuk korruptohen, institucione që nuk shpërdorojnë paranë publike dhe që kanë një vizion se ku dhe si do të investohet për të pasur benefite qytetarë. Dhe ne mund dalim sot dhe themi që do të ngrejmë 5% buxhetin për arsimin. E rregullon kjo arsimin në vërtet? Është një shifër abstrakte që tregon që do shpenzojmë kaq lek, por është një gjë nëse këto lek do t'i shpenzojmë për kërkim shkencor dhe për rritjen e cilësisë arsimdhënëse, dhe është një gjë nëse këto lek do shpenzojmë për të bërë 3 godina të re. Mos valle keni këtë lloj qasje, për shkak se ju jeni avokat, pra vini nga jurisprudenca, edhe zoti Alibeja vjen. Kemi zotin Agalliu që është një ekonomist që është një ekonomist shumë i mirë. Kemi zotin Kulluri që është gjithashtu një ekonomist shumë i mirë. Që do të thotë jeni jurist, ekonomist dhe shikoni pra makro gjën. Keni nga këto që shikojnë mikro në koalicionin tuaj? Po kemi se dëgjoj, koalicioni ka njerëz që duan të bëjnë gjërat ti rregullojnë që në themel, ka dhe njerëz që duan të shkojnë dhe të rregullojnë themi, zoti Shehi ka një ide shumë mirë për pensione për shkak. Që do ishte një ndërhyrje pa pas nevojë për bërë këtu absolutisht vetë. Pa që nevojë të bëjmë këto konstruksionet e mëdha. Kemi një propozim për pension që ishte shumë i thjeshtë. Sot që flasim kemi 2 kategori pensionistësh. Një kategori që është kategoria që përfiton nga ndryshimet ligjore të vitit 2014, që është skema e re e pensioneve dhe që kanë pensione relativisht të pranueshme. Dhe kemi kategorinë e pensionistëve që nuk përfitojnë nga skema e pensioneve vitit 2014, që është kategoria që ka pensionet më të ulta.
Propozimi që kemi futur edhe në program është shumë i thjeshtë. Shteti shqiptar duhet subvencionoj me aq lekë sa është nevojshme, 500 milionë euro, 600 milionë euro, 700 milionë euro, ndryshimin dhe përfshirjen e gjithë pensionistëve që nuk përfitojnë nga skema e vitit 2014 për të përfshirë në këtë skemë. Dhe është një kosto që shteti shqiptar mund ta marrë nga financat e tij, nëse do të bënte një administrim pak më të mirë të fondeve, dhe nëse nuk ka nga financat e tij mund të rrizë borxhin publik, sepse kjo është një plagë sociale që vlen borxhi publik 62%, 63%, 70%. Po. Asgjë nuk ndryshon. Ti korrigjon një plagë sociale dhe e korrigjon me një herë. Që do të thotë duhet vetëm një mekanizëm ligjor që këto njerëz ti përfshish në skemën e pensioneve, dhe ti automatikisht me një borxh publik e ke korrigjuar skemën e pensioneve brenda një fati jo më shumë se 6 muajsh. Pa që nevoja të vësh tavane do bëj pensionin 200 euro, 300 euro, 500 euro, 700 euro. Këto premtimet me shuma fikse janë karameli që jepen elektoratit për të kaluar ratën. Por në të vërtet nuk do të zgjidhin asnjë nga problemet. Nuk mund të kesh ti pagë minimale që nuk është rentabël. Unë punoj në privat. Nëse punojësi im nuk është rentabël, unë nuk mund ta paguaj sa pretendon kryeministri. As 500, as 600, as 1000. Do ta paguaj për rentabilitetin që më jep. Që do të thotë ti duhet zhvillosh ekonominë, ekonomia duhet bëhet rentabël që unë si sipërmarrës të kem para për të marrë një krah pune më të mirë, ose që të paguaj krahun e punës që kam më shumë. Ju propozoni këtë platformë, po për ta implementuar Kjo është pas 11 majit. Kjo është pyetja e madhe. Dhe po kthehem për 11 majin si fillim, sepse politika është arri i qeverisjes. Duhet të jesh në qeverisje. Do jeni në qeverisje pas 11 majit? Jo domosdoshmërisht në të formë. Tu ndajmë dy këndvështrime konkret ndryshme. Për të arritur disa objektiva të caktuar, jo domosdoshmërisht duhet të jesh qeverisje. Por duhet ngulmosh që ai objektiv të arrihet, që do të thotë në momente të caktuara, do po të marr një shembull, 26 korriku. Miratimi i kodit zgjedhor. Partia Socialiste, që është partia që ushtron pushtetin në Shqipëri, kishte detyrimin për të miratuar votën e diasporës. Lërës e shitet që kishte opozita, nuk kishte opozita. Detyrimin e kishte partia që ka shumicën në parlament. Pikë në cilën opozita mund të kërkonte çdo lloj akti ligjor rregullues për një objektiv të saj vetë. Që do të thotë për te të shënit në qeveri, që është mekanizmi më i mirë për të implementuar aty që është qasja programore. Ka mekanizma të tjerë, por ajo që duhet të bësh është që të jesh parlament. Dhe ky është objektivi. Objektivi është të jemi parlament për të përgjigjur pyetjes tënde. Nëse do të jetë nevoja që të krijohet një shumicë qeverisë mbas 11 majit, ajo që ne kemi deklaruar në mënyrë të përsëritur është që ne nuk bëjmë asnjë marrëveshje dhe asnjë shumicë me qeverinë Rama, sikurse nuk bëjmë asnjë marrëveshje apo asnjë shumicë e cila presupozon që ka për kryeministër Sali Berisha. Këto janë dy vija të kuqe që nuk i shkelin dot. Ju e dini çfarë pyetje do ju bëjmë? Po patjetër. Jo marrëveshje me Edi Ramën kryeministër, e jo marrëveshje me Sali Berishën kryeministër. Një rrugë të tretë. Më fali, më duket pak e vështira e rruga e tretë. E vështirë është. Është vërtetës, ajo që nuk është, ne kemi një synim ose një qasje të tillë. Shqipëria sot ka nevojë për një periudhë tranzitore. Ka nevojë për disa reforma shumë të mëdha, të cilat nuk mund t'i bëjë asnjë qeveri politike. Objektivi jonë është që të bëjmë për aq sa kemi mundësi të pamundsojmë që si Partia Socialiste, si Partia Demokratike të jenë të afta të qeverisë drejtme. Partia Socialiste mos të arrijë 71 mandate, Partia Demokratike mos të arrijë 71 mandate. Ju mendoni kjo nuk i shërben vendit? Mendojmë që asnjë nga dy forcat e mëdha politike në qeverisje e vetme nuk është mirë në vendit. Vendi duhet të kalojë një periudhë tranzicioni, në cilën asnjë nga partitë mos qeverisje e vetme, të bëhen disa reforma që janë reforma shumë të rëndësishme duke filluar nga kodi zgjedhor, duke përcaktuar ca rregulla të qarta loje me të cilat hyhet në zgjedhje, dhe në përfundim të kësaj periudhe le të shkohet në zgjedhje, të bën reformat dhe pastaj të fitojnë ato që janë. Ka ndryshuar ky kodi zgjedhor? Pafundësisht. Sa herë që dy partitë kanë rënë dakord për ta ndryshuar. Domethënë, po të mendojmë, është sa herë ka patur zgjedhje, ka pasur ndryshim kodi zgjedhor. Nuk ka pas ndryshime, ka pas thjesht arrimime. Po pra. Mballose do ishte një term popullor. Realisht edhe rekordet pra të dhënat është vështirë ti gjurmosh çfarë ka ndodhur filan vit apo filan vit apo këtë vit apo atë vit. Ka një arsye pse.
Pasigurisht. Se kodi zgjedhor është ndërtuar mbas 2008, është ndërtuar në funksion të dy partive. Aty përcaktohet fituesi. Nuk përcaktohet fituesi, përcaktohet mënyra se si dy partitë e mëdha ruajnë njëra tjetrën dhe mbajnë pushtetin. Mua më takon jam moderator në komitet, më duhet të them atë që më duhet të them. Por problemi është shumë i thjeshtë, nëse kodi nuk ndryshon, ne do vazhdojmë të kemi një duopol të vazhdueshëm. Dhe për fatin ton të keq, si qytetarë të Shqipërisë, ky duopoli nuk është më ai duopoli klasik i dy forcave politike. Është një duopol në cilin është shkrirë kufiri ndarës. Dhe këto dy forca politike, në çdo moment që e kanë të nevojshme të bashkëpunojnë dhe pastaj bëjnë të teatrin e zhurmës apo sherrit që i ndanë dhe i vënë përballë njëra tjetrës. Avokat, me 11 maj ju kandidoni? Në Durrës. Dhe ne pothuajse jemi një brez së bashku, por me 11 maj votojnë dhe 18 vjeçarët. Është vërtet. Dhe ju të gjithë dursakët njohin njëri tjetrin sepse brezat vinë, të tjerë plaken. Dhe ky është momenti të flasni diçka për ju si jeni kandidat, që t'ju njohin sa më thellë dhe të njohin pak disi më mirë ata që na dëgjojnë dhe na ndjekin, sepse do kenë po mendojnë për votën që do hedhin me 11 maj. Diçka për veten ju lutem. Unë jam i lindur për fatin tim, dhe kjo nuk është merit, në një familje, le të themi të vjetër. Gjyshi ime ka pas shtëpinë 200 metra nga këtu, ku është sot amfiteatri. Ka pas dyqanin poshtë kësaj godine, në katë parë. Ka pas një numër shumë të madh fëmijësh, më vëri 11 fëmijë dhe u rritën sot në Durrës, kushdo që është relativisht brezim ose pak më i madh se brezim, njeh paktën dikë nga fisi. IMM ka qenë mjeke ginekologe në spitalin e Durrësit, Imat ka qenë ekonomist i cili ka vazhduar të punoj deri në moshë të thyer. Ishte një që kishte shumë qejf punën, deri pak përpara se të viste vazhdoi të ishte aktiv dhe të punonte. Fatikisht IMM ka vdekur shumë e re për një sëmundje tumorale. Dhe unë kam marrë nga Imat pothuajse gjithçka që duhet të merrja. Dhe në sot që flasim, kam arritur në përfundimin që sado përpiqemi që të mos u ngjajmë prindërve, përfundojmë që të jemi si ata. Dhe është privilegj të jemi si ata. Absolutisht po. Nëse ka një krenari është pikërisht fakti që jam biri i Timeti. Nuk kam dalë jashtë dardhës. Kam kryer studime në Fakultetin e Drejtësisë, jam diplomuar në vitin 2000 me titullin jurist, kam mbrojtur titullin avokatit nga viti 2003, jam marrë gjërësisht në politikë në radhët e Partisë Demokratike nga viti 98 në vazhdim, kam qenë ndoshta kryetari më i gjatë i Forumit Rinor të PD-s nga viti 2003 deri në vitin 2013, jam shkëputur nga Partia Demokratike në vitin. Të them të vërtetën, arrita në përfundimin në vitin 2014 që ndoshta partia po shkonte një drejtim që nuk përputhej me idetë e mia politike. Ajo që unë kam konstatuar në vitin 2014 ishte që PD-ja kishte humbur atë që ishte pjesa ideologjike e saj. Ideologjia partijake, që do të ishte një ideologji e qendrës të gjatë, ishte zëvendësuar nga ideologjia e individit Sali Berisha si antikomunist. PD-ja kishte një boshlik ose vakum të jashtëzakonshëm ideologjik dhe gjithë ky vakumi ishte mbushur nga çënit Sali Berisha kryetari i kësaj partie. Në momentin që Sali Berisha doli jashtë çënit kryetari partie, u zhduk pastaj edhe ky imazhi i një partie të djatës dhe ka pas një periudhë që unë kam konsideruar që PD-ja nuk ishte më ajo që duhet ishte të paktën në qytetin e Durrësit. Nga që hapi mbrapa pastaj që vendosi të ndjek jetën time private për aq kohë sa ishte dhe nuk ishte më vend apo hapësirë. Po me sa di nuk u mbyll me ai sepse ju kandiduat me Partinë Libra. Po, është vërtet kam kandiduar në vitin 2017 dhe kam kandiduar për një arsye shumë të thjeshtë, që të jemi sinqert. Në vitin 2017 PD-ja ka pasur një kohë shumë gjatë cilën deklaronte që nuk do të hynte në zgjedhje. Dhe faktet provuan që qëllimi ishte që të mos hyjë në zgjedhje dhe thjesht për shkak të presionit të faktorit ndërkombëtar, hyrën në zgjedhje dhe bëri një fushat që ka qenë jo më gjatë se 18 ditë fushat. Duke përfshirë këtu dhe shtyrjen e datës zgjedhjeve, që u shtyr specifikisht për t'i lejuar PD-s të bënte fushat. Në atë kohë kam menduar që nëse kishte një regres të jashtëzakonshëm
në pluralizmin politik në Shqipëri do të ishte regresi i hyrjes në zgjedhje me një forcë të vetme politike. Dhe pasuan këtë dhe dëshmuan 2019. Faktet qëndrojnë. QPD-ja bëri të njëjtin gjë që nuk e bëri dot 2017, vendosi ta bënte në 2019. Rasti pa precedent. Me një kosto të jashtëzakonshme për qytetarët veçanërisht. Domethënë, keni parasysh një gjë. Nëse do të kthehemi në rang lokal. PS-ja ka qeverisur Durrësin duke filluar nga viti 2003 me zgjedhjet e nga viti 2000, me zgjedhjet e vitit 2000 dhe sot jemi në vitin 2025. Nëse ti je një qytetar durrësak dhe do të thuash që unë jam i kënaqur në mënyrën se qyteti zhvillohet, do të vijë ndyshim në dashurinë që mund të kesh për qytetin. Kuptoj, për kanë votuar avokatët. Absolutisht. Unë nuk them që nuk e kanë votuar, nuk po them që këtu zgjedhjet janë vjedhur pa i hyrë gjithë fenomeneve që ndodhin. Nuk është niveli as unë as ju. Problemi është që alternativa që është ofruar nuk ka qenë në nivelit atij sa të binte qytetarët që ndoshta kjo duhet ndryshuar. Po. Këtu jemi më se dakord dhe ky është problemi. I gjithë qyteti është dakord me këtë pjesë. Atëherë kjo është ajo gjë që duhet ndryshuar. Pse? Sepse ti nuk mund vazhdosh me të njëjtat alternativa. Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm në nivel lokal. E ke edhe sot që flasim në nivel politik. Po të marrim dhe të analizojmë të dy listat e dy partive të mëdha. Ke njerëz që kandidojnë për mandatin e 5, nga njëra anë, që është zonja Spahiu që është kandidate numër 1 në listën e Partisë Socialiste për mandatin e 5, ndërkohë që absurditeti, unë e kuptoj Partinë Socialiste është partia që është në pushtet dhe mund të vi me një listë dhe jo fort mirë. Jo, vjen me listën që e ka provuar. Sepse vjen me një background politik, qeverisje, etj. Kjo mund ta pranoj. Keni kokën pas, ky është bilanci ynë. Dhe ne kërkojmë mandatin e 4 me një bilans se cilën ne dim jemi votuar. Dhe bilanci është për të qarë nga njëra anë. Jo, kalim ke pala tjetër. Dhe pala tjetër, se po flasim për alternativën. Dhe pala tjetër prezanton të njëjtën listë që kishte në vitin 2013. Pra, lista që 12 vjet nuk ka fituar. Po që është lista humbse e vitit 2013, nuk është çështje se nuk ka fituar. Ti nuk mund të vish në 12 vjet me njëjtën alternativë. Ajo që ti tregon është që ti nuk ke vullnetin për të ndryshuar dhe nuk ke vullnetin për të kërkuar qytetarëve që të ndryshojnë. Se unë si qytetar, pse do ndryshoj kur shikoj që ti je po bleti dhe zotëria është pa zotëri. Do vazhdoj të qëndroj në njëjtën pikë. Nuk tu është çështje mungese e alternativash. Pala e parë ka një bilans dëshpërues, po të marrësh nga gjitha anët, më thonë jo më larg se dje, meqense po flasim për PS-n. Po shikoja se një nga ikonat e mëdha që na është shitur në 12 vjet është shëndetësia falas. Po shikoja një lajm të publikuar në Durrës nga një nga gazetarët, nga kolegët tuaj, që tregonte një të smur, një pacient në spitalin e Durrësit që hype i shkallëve me shtrat. Pse nuk punon ascensori? Dhe kjo nuk është një gjë që ndodh njëherë, është ciklike. Nga të njëjtat shkallë ku zbriten dhe plerat, etj. Dhe kjo ajo foto është foto ikonike për treguar kush janë arritjet e 12 vitet të qeverisë socialiste. Pa që nevoja që mjafton të dalësh nëpër Durrës dhe të shikosh rrjetin e kanalizimeve, rrjetin e furnizimit me ujë, rrjetin e energjisë elektrike, rrjetin urban, të shikosh që ti nuk ke tren, nuk ke transport publik. Ne presupozojmë që jemi qytet turistik. Ose më saktë, jemi, presupozojmë që jemi. E vetmja gjë që zhvillon turizmin në këtë vend janë vetëm biznese private. Domethënë, ajo që duhet të ishte funksioni i vetëm i infrastrukturës shtetërore, do të ishte që të ndihmonte subjektet private që këta ta lehtësoj ose të stimuloj zhvillimin e tyre në raport me turizmin. Ty të ndodhë që në mes të fillimit të sezonit turistik, se të ka filluar. Sezoni turistik në Durrës nuk duhet të fillojnë më në qershor, duhet të fillojnë në shkurt, mundësisht. Mundësisht nuk duhet të përfundoj gjatë gjithë vitit. Ne duhet të kemi turistë gjatë gjithë vitit. Gjithë vjetor. Që do të thotë ti nuk mund të kesh rrugë me gropa në qendër qytetit. Do të thotë ti nuk mund të kesh kosha plerash në qendër qytetit. Që do të thotë ti nuk mund të kesh të fillosh shëtitoren, ta fillosh ta ndërtosh kur fillon sezoni turistik, sepse ka filluar tashmë ndërtimi i pjesës së re të Lungomarës, që është gjithë pjesa ku janë baret, restorantet, ato që duhet presin turistët. Dhe do ulem duan turisti huaj dhe do shikoj përpara një gërmallë që po ndërtohet dhe që presupozohet mbarojnë tetor të vitit. E njëjta gjë ndodh me plazhin e madh. E njëjta gjë ndodh brenda qytetit. Sot që flasim kemi një muze arkeologjik që është i mbyllur.
se nuk arrin të përfundojnë punimet për herë të katërt apo të pestë. Unë si turist, çfarë do shikoj në Durrës? Me dikush është shqetësimi i bizneseve të turizmit, nuk ka guid qytetit për turizm, nuk ka një guid që të tregoj turistëve se çfarë mund të shohin dhe kur mund ta shohin. Dhe kjo do të ishte minimumi që duhet bënte pushteti lokal. Që do të thotë në këtë vend, të veçanërisht në këtë qytet, ka një mungesë dëshire, vizioni, dhe gjithçka që duhet të bëhet në Durrës është të ndërtohet. Ajo që ka ndodhur në Durrës është ajo që ndodhi në Tiranë, por i fillon të ndodhë në Durrës. Po të shikoni në 6 muaj apo 8 muaj të fundit, ke një bum lejesh ndërtim. Po mirë, është mungesë alternative, është mungesë konceptimi, perceptimi dhe njohje nga ana e qytetarëve, apo çfarë është? Sepse qeveria socialiste vazhdon të votohet, avokat. Pra, jam dakord te kjo pjesë. Qeveria socialiste do vazhdojë të votohet për sa kohë nuk ka një alternativë ku njerëzit ta shprehin qëndrimin e tyre kundër. I gjithë problemi që qëndron është që nëse ti do të gjendesh si qytetar përpara PS-s dhe PD-s, nuk ka alternativë. Është e njëjta gjë. Dy anë të njëjtës medalje, të dy anë të provuara, të dy anë cilat nuk prodhojnë asgjë. Jeni ju një alternativë? Mendoj që po. Cila është pritshmëria juaj për zgjedhjen e një? Nuk do t'i hyj kësaj. Unë nuk do t'i hyj. E di pse, për një arsye shumë të thjeshtë. Ne kemi ecur me objektivin për të marrë numrin maksimal të votave të mundshme në Durrës. Unë besoj që e njoh realisht mirë qarkun. Unë kam bërë fushat të paktën nga viti 2000 në mënyrë aktive në gjithë qarkun Durrës. Sigurisht që kam objektiva në raport me atë që do të jetë pritshmëria e votave, por objektivi, hiq këtë objektiva numerik, kemi pas një objektiv të caktuar. Ne duhet të shkojmë te qytetarët, ti kontaktojmë qytetarët, tu kërkojmë votën, dhe të përpiqemi të marrim numrin maksimal të votave pa përcaktuar se ku duam të arrijmë apo se sa duam të arrijmë. Po keni bërë një maksimumin e modeste. Maksimumin e mundshëm. Po, keni bërë një analizë reale të prekshme. Pra, duke ditur është nismë e reje, përballen parti të mëdha, nuk është prej shumë dekadash etj, por jeni modest dhe e dini atë që kërkoni për të arritur maksimalen e mundshme. Mendoj që rezultati në Durrës do të jetë interesant. Do të jetë shumë interesant. Është e çuditshme avokat që sa herë një njeri nuk don të shprehë diçka shumë qartë, përdor këtë fjalën interesant. Unë ju dëgjova dhe nuk e keni përdorur në gjithë minutazhin që ne diskutuam dhe po e prisja se ku ta përdorni këtë fjalën. Është fjalë gjithmonë që të nxjerr nga situata, kjo interesant. Nëse kam mësuar një gjë në shumë kohë, unë kam jetuar gjithë jetën në Durrës. Nëse ka një gjë që mendoj që durrësakët e kanë bezdi, është fotullëku. Absolutisht. Kështu që nëse them që është interesant, mendoj që do marrim një rezultat të mirë. Dhe durrësakët thjesht nënqeshin sa herë shohin dikë që është fodull e krekos. E kemi këtë problem. Është një qytet i mrekullueshëm. Absolutisht i jashtëzakonshëm. Me njerëz të jashtëzakonshëm. Unë kam 10 vjet, jo, saktësisht kam 15 vjet që punoj në Tiranë. Po. Dhe kam 15 vjet që bëj vajtje ardhje, për të mos humbur atë që është pjesa e pasdites në Durrës. Domethënë, qyteti është i jashtëzakonshëm për fatin ton, dhe ne kemi parë për fatin ton të mirë dhe të keq. Kemi parë atë që ishte Durrësi para 30 vjetësh dhe atë që është bërë. Dhe ajo që është pjesa që ty të prek realisht është fakti si çfarë mendon se mund të ishte bërë. Dhe ajo që mua më vret ose më prek, është fakti që mendoj që ky qytet mund të kishte bërë shumë herë më mirë se ç'ka bërë. Dhe këtu kemi fajt të tërë pastaj, përfshirë dhe veten time. Mea culpa duhet të bëjmë të gjithë. Absolutisht Le të bëjmë maksimumin ton, të japim më të mirën ton për këtë qytet që nuk e egzagjeroj avokat në këtë që them, ka perëndimi më të bukur në botë. Kemi shëtitur, këtë nuk e them për krekosje, por për të ilustruar këtë që po them, nga lindja në perëndim nga veriu, në jug nga poli veriu dhe poli jugut, kudo që kemi udhëtuar perëndim diellit në Durrës,
Kurse si nuk ka. Të jashtëzakonshëm. Është jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Dhe për këtë do që do të kuptoj realisht qytetin, do të bëj një shëtitje ke kullan zhujine dhe të presit perëndimin e diellit. Është pamje Ky është qyteti. Më thënë, këtu Të cilin edhe ju kandidoni me 11 maj me numrin 9. Ne kemi numrin 9. Më thënë, mund të përmend një tuf me sulmues të jashtëzakonshëm që mbanin numrin 9, duke patjetër është hapësira juaj avokat. Të lutem, është momenti për të folur për numrin 9, për të folur ke qytetarët dhe për të kërkuar atyre drejt për drejt përse duhet votojnë numrin 9 dhe ju nominalisht me 11 maj. Në 11 maj është një moment i veçantë. Është ndoshta hera e parë një palëzjedhje parlamentare shqiptare kur ne mund të fillojmë të bëjmë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Që është një ndryshim që do të përcaktoj kush do të jetë rrjedha historike e Shqipërisë, të paktën për shumë kohë që vjen brapa. Djata për zhvillim ka paraqitur një program që ne mendojmë që është i mirë, një program që mendojmë që është i fokusuar tek qytetari, që është i fokusuar tek Shqipëria si vend. Slogani që ne kemi përdorur është Shqipëria e para, për treguar që ajo që duhet ndodhë në të vërtetë është që gjithë ne të kapërcejmë pak nga vetja dhe vendosim Shqipërinë në qendër të fokusit tonë. Dhe Shqipëria përbëhet nga ne personalisht, nga familjet tona, nga bizneset tona, nga pronat tona dhe në fund fare nga komunitetet që ndërtojnë shtetin shqiptar. E njëjta gjë vlen dhe për Durrësin. Për mua personalisht Durrësi është i pari dhe duke qenë se Durrësi është i pari dhe ka qenë i pari gjithmonë, ajo që do t'ju ftoja ishte që të votoni për mua personalisht në numrin 9 dhe për gjithë kolegët e mi që janë pjesë të njëjtës listë po në numrin 9. Avokat, faleminderit që ishin në klasin më hapur dhe më takofshim në episode të tjera. Shumë mesti. Faleminderit që na ndoqët, më takofshim në episodin e radhës.